Duar një protestë dhe gjatë këtyre ditëve unë kam kontaktu, kam prit shumë me bashkëpunëtor, pastaj mes shok, qytetar, edhe kemi komunikuar dhe kemi diskutuar rreth organizimit të protestës, edhe nga ajo që kam pa edhe me gjatë takimeve që i kam pasur edhe me kolegë, edhe me shumë qytetar, po edhe nga ajo që kam pa në opinion, do thotë është qytetarët e kanë kuptuar se atje është duke u bën një padrejtësi e madhe ndaj shtetit Kosovës edhe kështu që janë mobilizuar në të gjitha anët edhe po besoj që sot do t'jetë njëna prej protestave më të mëdha që do të mbahet mend në Kosovë, sepse secili qytetar tashmë e ka kuptuar se qëllimi i prokurorisë është me një luftën e drejtë ushtrisimtare të Kosovës, pra veprimet e saj janë të njëjta me kasapin e Ballkanit të Miloševićit, pra i përdor të njëjtat metoda, të njëjtat tendenca, të njëjtat qëllime me të vetmen me një luftë të drejtë të pastër të vendit tonë, të qytetarëve të këtij vendi. Po, edhe për fund sepse e di që keni planifikuar pastaj një pyetje